ky projekt ligj ky projekt vendim u paraqit për miratimin e Shqipërisë, PD-ja votoi ose më saktë opozita. Pse? Dhe ai qëndroni atij votimi që bët 2 vite më përpara. Po ashtu është, ne në ato mbledhje kemi votuar kundër, sigurisht ke dhënë argumenta tona pse jemi kundër. Në një qytet ku transporti publik ne ka shumë të lëshuar, nuk është as pak në normat e duhura për qytetarët, si ka mundësi që qytetarët që janë nga zona, nga Durrësi i Ri, nga Porto Romana, Spitalla, nga plazhi dhe që vinë këtu në zhëllën e Durrësit për të marrë shërbime të ndryshme si në bashki po dhe në institucionet e tjera, si mund vinë ato, ku transporti publik nuk është efikas. Do vinë me makinë e cila duhet tashmë të parkohet në një parkim që është me një tarifë që rondon direkt xhepat e qytetarëve. Ka që mund ta bëjnë pothuajse çdo ditë këtë rrugën me makinë. Çto bëjnë ata? Çdo ditë paguajnë taks për bashkinë. Kjo nuk është e drejtë, ne kemi argumentuar. Dhe mbi gjitha edhe infrastruktura lem për të shohuar. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak u thashë dëshurit bjelja e taksave, po që nuk është as pak e pastruar në shërbimet ndaj qytetarëve, si e para transporti publik, infrastruktura rrugore, apo dhe të tjera, siç janë parqet e këmbët e lodrave për fëmijët. Jeni e kënaqur me pjesëmarrjen qytetare sepse me shoh ka më shumë përfaqësues të fatkeqësuar. Dëgjoj, ka edhe pjesëmarrje qytetare, sepse e vërteta është që kjo është iniciuar nga qytetarët. Dhe unë këtu po flas si antar e Këshillit Bashkiak, po flas qytetarë e Durrësit. Kjo është një problematikë që gjithë na prek, pa diskutim. Pjesëmarrja pa diskutim duhet të jetë më e madhe, por duhet të themi që një pjesë janë në Tiranë, protestën në Tiranë, pjesë të rive janë dhe atje duke protestuar me të njëjta kërkesa, siç protestojmë ne këtu dhe atje. Ne duhet të dalim edhe më fort atë mizorin tonë që bashkia ta dëgjojë atë zot, bashkia dhe gjithë institucionet, por të thonë që Durrësi është i qytetarëve, nuk është i pushtetarëve. Dhe asnjë ndihmarrës nuk merret të çuar për orë. Si antar e Këshillit Bashkiak, keni kontaktuar për të marrë një informacion më të saktë nga bashkia lidhur me kohën se kur do nisë të aplikohet? Ne kemi kërkuar informacion dhe presim të bëjmë takimin e radhës me kryetarin e bashkisë dhe me drejtorët për kapës në bashki, pasi akoma nuk kemi marrë një përgjigje zyrtare, por sigurisht do vazhdojmë këtë javë, do marrim këto takimit institucionale dhe përgjigjen që ato mund ta argumentojnë, por ne i qëndrojmë refuzimit të fillimit të kësaj takse për praktikat private, por aq kosa nuk është realizuar një transport publik efikas, infrastruktura e duhur, që ne aktualisht jemi kundër qëndrojmë asaj në ndihmarrjes së Këshillit Bashkiak. Faleminderit. Faleminderit.